Mirë se erdhët në podcastin ton. Në këtë episod, pyetjet I drejtohen detektiveve të vegjël të klasës. Superfuqia jon është kurioziteti. A jeni gati, fëmijë? Po! Çdo ditë e kemi parë qiellin dhe kemi pyetur veten pse është blu dhe jo roz, po sikur sekreti të jetë drita e diellit. Sepse drita e diellit shkon në ajër dhe na jep ngjyra blu. Pse rufeja vjen gjithmonë në para bubullimës? A është rufeja më e shpejt apo bubullima fle e vënohet pak? Po, kjo është e vërtetë, sepse drita është vrapuesja më e shpejtë në botë. Zëri vjen gjithmonë I dytit. Trupi ynë bart mistere që na ndodhin çdo ditë. Pse kemi kërthis? A mendon se ajo flet për një histori kur kemi qenë në barkun e nënës? Po, sepse kur kemi qenë në barkun e mami, kemi pasur një tub magjik që quhej kordon. Me anë të tij ne ushqeheshim dhe merrnim edhe oksigjen. Kur bebet lindin, tubi kapet me një kapsë plastike dhe pritet. Pas disa ditësh, ai përthahet dhe bie dhe kështu formohet kërthiza. Pse na vjen gjumë kur bëhet natë? Po, kjo është e vërtetë, të gjithëve na ka ndodhur kjo gjë, madje edhe prindërve. A e dini pse? Ja, ta tregoj unë. Është ora padukshme që ndodhen brenda trurit dhe na thotë është ora për të karikuar. Pse faqet tona skuqen kur turpërohemi? Po, kjo është e vërtetë, të gjithë fëmijëve I ka ndodhur kjo gjë, por e di pse, sepse është gjaku që më ndrej fytyrës kur të rrugën ndjen në siklet. Imagjino që je jashtë në borë, I ftohti dhe përton deri të dhëmbët. Pse na dritën dhëmbët kur kemi ftohtë? Kur kemi ftohtë, me të vërtet na dridhen dhëmbët, sepse trupi ynë bën një gjimnastik të shpejtë për të krijuar nxehtësi. Truri ynë ka nevojë për pushim pasi mëson diçka të re. Pse ndodh kjo? Truri ynë kërkon pushim sepse lodhet kur mëson gjëra të reja. Kur pushojmë truri, rregullon mendimet dhe I mban më mirë mend. Pushimi na ndihmon të jemi më të përqendruar dhe më të zgjuar. Pushimi është si një karikues për trurin. Në përditshmëri ka plot gjëra që sharaki që na ndodhin. Sa herë që shoh një shoqen time që hap gojën, pa e kuptuar e hap dhe unë. Pse ndodh kjo? Po, mua me ka ndodhur shumë herë kur dikush ka hapur gojën dhe goja ime është hapur. A dini pse? Sepse truri ynë ka disa qeliza pasqyrë që kopjojnë atë që shikojmë. Një ditë mora një pupël dhe u përpoqja të gudulis veten, por me kod, pse na gudulisim veten të tjerët dhe jo veten? Kur ne ishim të vegjël, na gudulisnim më shumë, kurse tani ishim bërë më të mëdhenj, gudulisemi më pak. Truri unë e din se çfarë do të bëjmë, ai nuk superzohet la liftat tanë. Mami më ka thënë që buzëqeshja më e lumtur në jetën e saj ishte kur linda unë. Pse vallë buzëqeshim kur jemi të lumtur? Kur ne ndihemi shumë të lumtur, lumturia fillon të kthehen në fuska të cilat gudulisin zemrën tonë dhe pastaj ato duhet të dalin jashtë me demos. Ato na hapin gojën vesh me zhurmë. Bota e kafshëve ka disa sekrete të vogla që duhen zbuluar. Macet janë akrobatë të vërteta. Si ja bëjnë macet të bien gjithmonë në këmbë? Po, unë kam parë mace që bien në këmbë, sepse ato kanë një shpinë lastik që rretullohet shpejt në ajër si një akrobat. Kur shkojmë në udhëtime me familjen, pothuajse çdo herë më merren mend, pse na zë makina kur udhëtojmë? Po, ne kemi zëtuar me makina. Ne na zë makina sepse veshi thot ulu, ndërkohë syri thot lëviz dhe truri gatrohet, prandaj na zë makina. Detektivët e vegjël dallohen nga superfuqia e kuriozitetit. Një ditë në emisionin Gjuetja e Thesarëve pash një detektiv me një lupë smadhuese. Pse mendoni që detektivët e vërtet përdorin lupë? Sepse detajet e vogla tregojnë histori më të mëdha. Lupa ndihmon detektivit të shohë ato që të tjerë të humbasin. Një shoku ynë
Pyet pse gjithë ditën dhe zbulon gjëra të reja, pse kurioziteti është superfuqi, Sepse kurioziteti ndez dëshirën për të zbuluar, për të pyetur dhe për të mos u ndalur kurrës së mësuarit, sepse çdo pse është një hap dhe një zbulimi të ri, dhe kurioziteti na jep guxim të mos ndalemi kurrës së mësuarit. çfarë do të ndodhet nëse askush nuk do të bënte pyetje, si do të ishte kjo botë? Botët e të ishte shumë mërzitshme, pa pyetje nuk do të kishte zbulime, lojë mendore apo ide të reja. Pyetjet janë si sekret të dijes. Mësuesja jon na ndriçon e na ngros si dielli tokën. Pse është mësuesja jon kaq e mirë? Po, kjo është e vërtetë, mësuesja jonë shumë e mirë, sepse ajo na surprizon në kreativitetin e saj. Një ndër to është Podcasti ynë! Dhe ja ku mbaroi episodi ynë i sotëm. Detektivët e kuriozitetit, mos harroni, çdo pse është si një çelës magjik që hapë një derë të re në botë. Vazhdoni të Pyesni, të kërkoni dhe të zbuloni.